ministri këtu ishte, besoj, duhet jetë. Zoti kryetar, kam kërkuar këtë interpelancë në lidhje me projektin TIT për Durrësin, që në fakt është projekti, po këtu ishte, isha e sigurt, sepse ishte këtu, që është projekti i fshehur në emrin për përmirësimin e turizmit të Durrësit, dhe në fakt është një projekt për shkatrimin e trashëgimisë së Durrësit. Konkretisht, po të shkoni në Durrës dhe të bëni një shëtitje tek Volga, do të shikoni disa foto të Durrësit vjetër. Me ato foto tregohet si ka qenë Durrësi, vendbanimet e Durrësit. E në fakt, ju doni që ato që tregohen atë foto të shkatrohen. Qyteti siç ka qenë 3000 vjeçar të shkatrohet. Banesat e qytetarëve të cilët nuk janë prekur dhe janë banesa historike që kanë edhe tabela jashtë tyre si more historike të shkatrohen. Për shembull, banesa e Isuf Mehmetit ka përpara derës të tij muri i periudhës otomane i vitit 1502. Kjo të shkatrohet, ndërkohë që të ndërtohet një pallat ngjitur me të pa kaluar 50 metra. Arsyeja pse e thira interpelancën është që ministrit na shpjegoi pse është kjo sjellje e pushtuesish në Durrës. Pushtuesit ku shkonin në një qytet, digjnin banesat, shkatronin vendbanimet, sepse vendbanimet janë pjesë e trashëgimisë kulturore. Pse keni zgjedhur të jeni pushtues? Çfarë njohje keni bërë me zonën dhe si e keni bërë projektin dhe si keni zgjedhur kush do të ishin kriteret për banesat që duheshin prishur. E vetmja njohje me zonën ka qenë kjo. Elva Margariti me mask, Sander Carapuli dhe Martin Mata në një shëtitje në Durrës ku thoshin kjo do të prishet, kjo le të rri, kësaj të rri kati lartë, kësaj të prishet kati poshtë. Dhe më pas u prodhua në një plan që është plani më i turpshëm ndonjëherë i bërë për një qytet. Ky është plani i pushtuesve të Durrësit. Ky është plani që të gjitha këto pikat e kuqe që ju shikoni këtu janë banesa që do t'i shkatrohen qytetarëve të Durrësit. Ministri sot do duhet të sqarojë qytetarët të Durrësit pse pranë pikave të kuqe ka pika të bardha, cilat janë kriteret që amfiteatri është këtu dhe prishen shtëpitë këtu tek Jani Kukuzeli, cilat janë kriteret që dy banesa me të njëjtin mur, gjysma e banesës prishet dhe gjysma tjetër nuk prishet, cilat janë kriteret që keni përdorur për të bërë këtë masakër të qytetit të Durrësit. Ky është përçundim i trashëgimisë, përçundim i identitetit Durrësit. Durrësi është Durrësi dhe me vendbanimet që ka Durrësi. Na shpjegoi zoti ministër, a janë bërë konsulta me banorët siç e kërkon ligji, a janë informuar banorët para se t'i shkonte letra e shpronësimit, të na tregoj ministri sot këtu se si mund të zhvillohet turizmi në qyteti duke i shkatruar identitetin dhe duke e bërë planin jo bashkia me një plan të detajuar vendor dhe me një plan të përgjithshëm vendor, po duke e bërë ADF-ja, planin e një qyteti. Planin e një qyteti nuk mund ta bëjë një organizat që ka interesa private, por ligji ja jep bashkisë ta bëjë. Pse nuk e bën, dhe pse nuk ka bërë, dhe pse nuk bazohet me një plan të përgjithshëm dhe vendor dhe një plan të detajuar vendor, ky plan i shkatrimit të Durrësit? Si shpjegohet që në letrën që sjell Ministria e Kulturës në shkresën 941 fraksion 1 të datës 14/11/2025 mbas kërkesës time për të kuptuar çfarë konsultime ishin bërë, ministri thot që kemi konsultuar Ministrinë e Kulturës, veten e vet,
Institutin e Arkeologjisë, Muzeun Arkeologjik, Bashkinë, Qendrën Kulturore, pra gjithë institucionet shtetërore dhe shoqatën e të verbëve e kanë konsultuar shoqatën e të verbërve se si do ju dukej Durrësi duke shkatruar shtëpitë e banorëve. Tani, kjo përbën përçundim të asaj që kërkon ligji, të interesit publik. Ju nuk mund të zgjoheni nga sot nesër të shkelni të gjitha ligjet, të gjitha VKM-t, dhe unë do t'ja referojmë mbasi të flasi dhe ministri, dhe të vendosni që nga sot nesër ata nuk do të kenë banesën e tyre që kanë jetuar atje. Elementi tjetër, keni bërë një shpronësim fazë e parë 12 familje. Metri katror për ato 12 familje ka qenë i vlerësuar 910.000 lekë të vjetra. Në fazën e dytë të shpronësimit, për 74 familje, me VKM 477, metri katror në Durrës, periudhë më vonë, nuk rritet, po ulet. Nga 900 që shpronësoheshin të parët, këta të dytët shpronësohen me 705.000 lekë të vjetra metri katror. Në një qytet ku sot po të shkosh të kërkosh të blesh një shtëpi, nuk mund ta gjesh në 1.500 euro metri katror. Ma shpjegoni me çfarë logjik ka ndjekur ministria që mendon që turizmi në Durrës është shkatrim i shtëpive dhe i banesave të qytetarëve të Durrësit, dhe çfarë logjike përdor Ministria e Turizmit me një projekt të Elva Margaritit, teksa thotë që më e mira e Durrësit është të shkatrohet jeta e palësës së qytetarëve. Mbaroni fjalën. Sepse po të shikoni listën e banorëve që shpronësohet, ju do të shikoni mbiemrat autokton të qytetit Durrësit. Do të shikoni palcën e atij qyteti që nuk kanë ngulur një gur dhe nuk kanë vënë një gozh në mur, sepse nuk donin të shkatronin atë që ishte identitare e pacënueshme, dhe thot shkon shteti dhe i thot do t'ju vë fadromën. Faleminderit. Ftoj ministrin zoti Blendi Gonxha në mbështetjen e 96.5 rregullores. Keni fjalën, mund të jepni shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për të cilin është kërkuar interpelanca deri në 20 minuta. Nderuar kryetari i seancës, nderuar kolegë deputet, i vetmi shqetësim për ata që do ta kuptonin, që do të dinin vlerat e projektit për cilin jemi duke folur, për mua do të ishte se përse nuk e kemi mbyllur